Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudi të botën, ky gabim që bëni me fasulet mund t'ju kushtoj jetën. Shumica e njerëzve fillimisht i lën fasulet në ujë përpara se t'i gatuajnë. Megjithatë, nëse nuk e bëni këtë, mjekët paralajmërojnë se po bëni një gabim të madh. Edhe pse arrat, farat, dritrat janë ushqime të shëndetshme për shkak të acidit fitik, ato mund të jenë shumë të dëmshme për organizmin. Ky acid lidh elementë të rëndësishëm si bakri, magnezi, jodi, hekuri, zinku, për shkak të cilave ato ekskretohen nga trupi përpara se të arrijmë të kursejmë ndonjë përfitim prej tyre. Acidi fitik është një nga shkaqet më të zakonshme të anemisë nga mungesa e hekurit te vegetarianët, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, OBSH, thot endokrinologja Zuhra Pavlova. Por cilat ushqime përmbajnë acid fitik? Pavlova thekson se tërshëra, orizi, gruri, të gjitha dritrat, fasulet, thjerrzat, kikirikët, bizelet dhe soja kanë shumë acid fitik, si edhe disa arra si lajthit, bajamet dhe arrat. Pavlova shprehet se një sasi e madhe e acidit fitik gjendet edhe në farat e lulediellit, lulkuqes, lirit, kungujve dhe farave të susamit. Të gjitha këto ushqime përmbajnë një numër të madh të lëndëve ushqyese për të cilat organizmi juaj ka nevojë duke përfshirë fibrat, ndaj duhet që të hiqni dorë prej tyre. Si të shpëtojmë nga acidi fitik? Trajtimi termik, vendosja e ushqimit në ujë, vendosja në hir ose përpunimi kombinuar si zhytja dhe pastaj ngrohja. Disavantazhi i vetëm i metodës së vendosjes në ujë është se kërkon një kohë të gjatë. Për shembull, orizi kavdo duhet të lihet në orë për 12 orë, tërshëra për 10 deri në 12 orë, orizi i bardhë për 9 orë, elbi perla për 6 orë. Për rezultate më të mira mund të shtoni pak uthull ose pak lëng limoni në ujë. Gjithashtu, fasulet janë të thjeshta, të shëndetshme dhe gatimi më ekonomik. Të dish se si të përgatisësh fasulet në mënyrën e duhur të ndihmon që të shmangësh gabimet e zakonshme. Ndonjëherë fasulet nuk ziejnë tamam, ndonjëherë zbuten dhe pothuajse treten kur ato gatuhen. Në këtë video ne do t'ju sjellim mënyrën më të mirë për të përgatitur çdo herë fasule perfekte. Përpara se të filloni, një hap kyç në përgatitjen e fasuleve është që ju të dini vjetërsinë e tyre. Dhe pse fasulet qëndrojnë deri në 2 vite, ne ju sugjerojmë që t'i gatuani ato brenda vitit. Përpara se ju t'i përdorni në gatim, duhet që t'i shpëlani me ujë të bollshëm për çdo papastërti, si edhe të qëroni ato të cilat janë të prishura. Vjetërsia e fasuleve ndikon gjithashtu drejt për së drejti në kohëzgjatjen që nevojitet për t'i lënë në ujë. Zbutja në ujë. Lënia e fasuleve në ujë shkurton kohën e përgatitjes, si edhe i bën ato më të lehta për t'u tretur. Në qoftë se ju do të shtoni edhe krip në ujë, do të formoni një lloj shëllire, do të mundësoni që lëkura e fasuleve të çahet më shpejt. Zbutja në ujë gjatë natës. Lënia e fasuleve në ujë është një metodë e vjetër e të gjitha anvisave shqiptare. Ne ju këshillojmë që ju t'i hidhni fasulet në një enë dhe t'i mbuloni me ujë dhe të shtoni një lugë gjelle me krip për çdo 500 gram me fasule. Lëreni në ujë për rreth 4 deri në 12 orë. Më pas mjafton që t'i kulloni dhe t'i përdorni për recetën tuaj. Ka mendime që përdorimi i kripës në ujin ku keni zhytur fasulet nuk i lejon ato që të zjejnë plotësisht, por në të vërtetë ndodh që ose fasulet kanë qenë të vjetra dhe kanë kërkuar shumë kohë të zbuten, ose ato as nuk janë zbutur. Si edhe uji i shtëpisë tuaj mund të jetë i pasur me shumë minerale të cilat i japin atij një fortësi dhe nuk lejojnë zbutjen e këtyre bishtajoreve. Megjithatë, për të anashkaluar dilemën,
Në qoftë se kripa ndikon apo jo vërtet në kohën e zgjerrjes së fasuleve, ju mundet që t'i zbusni fasulet në ujë dhe sasinë e kripës shtoheni në fillim apo në fund të gatimit sipas preferencës. Zbutja e shpejtë. Një tjetër metodë është edhe zbutja e shpejtë, e cila mundëson që të përgatisni recetën tuaj në vetëm disa orë pa sakrifikuar shijen apo teksturën e fasuleve. Vendoseni fasulet në një tenxhere të mbuluar afërsisht 4 gisht me ujë. Tenxherën më pas lëreni në zjarr derisa të zjejë. Pasi të kenë vluar, hiqeni nga zjarri dhe lëreni në ujë dhe për një orë. Kullojeni, shplajni dhe vazhdoni me recetën tuaj, ose mund edhe të mos i vendosni në ujë. Ky është një sekret që mund edhe të mos e dini. Mund t'i gatuani fasulet pa i zbutur në ujë. Mjafton që ju t'i shtoni në tenxhere ku keni vendosur që të përgatisni recetën tuaj dhe t'i lini për 1 ose 2 orë duke zgjerë. Ne gjithashtu ju këshillojmë që të keni kujdes me sasinë e ujit, pasi me kalimin e kohës ai do të avullojë. Her pas here ju duhet që të shtoni ujë, lëng, perimesh apo mishi, aq sa fasulet të jenë gjithmonë të mbuluara. Vazhdoni me këtë proces derisa ato të jenë gati. Gatimi i fasuleve me tenxhere të zakonshme. Vendoseni fasulet në një tenxhere, hidhini ujë derisa ato të mbulohen plotësisht dhe kalojeni më pas në zjarr të ngadalt. Ne ju sugjerojmë që t'i përzjeni shpesh në mënyrë që të mos lejoni nxitjen e tyre në fund të tenxheres. Nëse ato bien në fundin e tenxheres, do t'u çahet lëkura dhe fasulet do të zbuten tej mase, duke rezultuar në një pjatë ku disa kokra janë më të forta se të tjerat. Në varësi të vjetërsisë së fasuleve, kohëzgjatja e zgjerrjes së tyre lëviz nga 1 deri në 2 orë për fasulet e reja dhe 3 deri në 4 orë për fasulet e vjetra. Gatimi me tenxhere me presion. Për këtë metodë vendosni fasulet e zbutura në ujë ose jo në tenxherën me presion të mbuluara me ujë. Shtoni kripë dhe erëzat që ju preferoni dhe një lugë gjelle me vaj ulliri, i cili do të parandalojë bllokimin e valvulës së presionit të avullit. Zgjeni për 5 deri në 10 minuta në zjarr të lartë për fasulet e vogla dhe rreth 35 deri në 40 për fasulet e mëdha si pllaqit. Por gjithashtu ne ju këshillojmë që të tregoni kujdes, pasi nëse i keni lënë në ujë për t'i zbutur, ato do të përgatiten edhe më shpejt. Mirë po, si të kuptoni nëse fasulet tuaja janë gati? Mjafton që me ndihmën e një luge të merrni disa kokra dhe të shikoni në qoftë se lëkura e tyre është e rrudhur. Më pas, provojni kur janë gati, ato do të jenë të buta deri në qendër, por jo të jenë zbutur sa të humbasin formën e tyre. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Faleminderit! Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit! Gjithmonë bani mend të këshilloheni me mjekun apo farmacistin tuaj për çdo recetë që vendosni të aplikoni.